Makinat e reja me benzinë dhe naftë do të mund të regjistrohen edhe pas vitit 2035, kjo pasi Komisioni Evropian ka hequr dorë së fundmi nga ndalimi i motorëve me djegje të brendshme. Në fund të javës së kaluar u zbulua se institucioni i kryesuar nga Ursula von der Leyen planifikon të propozojë përjashtime nga ndalimi i motorëve me djegje të brendshme në raste të caktuara. Kjo do t'i hapte rrugën administratës së Brukselit që të lejojë regjistrimin e automjeteve të reja me këtë teknologji edhe pas vitit 2035. Sipas planeve aktuale, automjetet e reja të regjistruara në BE nuk duhet të çlirojnë dioksid karboni që dëmton klimën, duke filluar nga 2035. Kjo u ra dakord nga përfaqësuesit e shteteve anëtare të bllokut dhe Parlamentit Evropian në vitin 2022. Nga ky rregull tani mund të hiqet dorë dhe të bëhen përjashtime. Megjithatë, gazrat ser shtesë të emetuara do të duhet të kompensohen plotësisht. Fillimisht nuk ishte e qartë nëse do të kishte përjashtime edhe për automjetet klasike me benzinë dhe naftë. Komisioni gjithashtu donte të merrte në konsideratë rolin e karburanteve më miqësore me mjedisin, siç janë biokarburantet. Sipas një sondazhi të kryer së fundmi në Gjermani, 63% të anketuarve besojnë se regjistrimi i makinave të reja me motor me djegje të brendshme, siç janë automjetet me benzinë dhe naftë, duhet të lejohet edhe pas vitit 2035.